Bigu është një sfidë mjaft e veçantë. Kam zbuluar çuditërisht tek vetja që mua më shkon shumë reality show dhe vetë brenda vetes ndjej shumë pasion dhe adrenalin kur jam në sfidë psikologjie, në kufizim total dhe 24/7 vëmendje publiku. Për të bigu i Shqipërisë nuk kam mundësinë kohore. Mirë po, në rast se do ta kisha, me plot kënaqësi do të merrja pjesë. Kësaj radhe si një lojtare super profesioniste me eksperiencë dhe vetëm e di që të gjithë lojtarët kur do dilnin për jashtë do ishin me trauma të rënda psikologjike nga aty. Sa i përket eksit, në rast se do ishte aty mbrenda, atëherë do të kuptoni se çfarë do thotë adrenalina e një reality show. Dikush nga ju që po i shihni këta story që jeni vetë profesionist të mbarvajtjes operimit të një reality show, direkt do ju shkoj ju në mendje që Alba, po pa i skenuar pak vetë gjërat nuk do ekzistoj viraliteti. Jo, përkundrazi. Ku është originaliteti i theksuar, sidomos te njerëzit sy pa trembur, edhe aty nga ana financiare, materialiste e të parit të këtij lloj reality show, do kishit fitime më të larta. Vetëm originaliteti thyen barrierat në afatgjatësi. Jo skenarët e ju i të vegjël. Jeni shumë dobët me skenarët. Sa harrova edhe një pjesë tjetër. Sidomos ato sfida që i fusin brenda në Big, o zot, sfida si për klas parë. Këtij viti, 2 Big Brotherave ju a sugjeroj që të paktën te sfida bëhuni pak më shumë sfidues, shkoni next level. Jo më si për klas parë. Por diçka që më vjen akoma më shumë interesante është që të jem unë vetë regjizore dhe producente e Bigut, pra të kem unë në dorë kamerat. Atëherë do të shihnim në rast se do ekzistonin më fasadat e virgjëreshave të mbuluara dhe azganëve të fuqishëm aty mbrenda. Atëherë do të shihnim a do ekzistonin më informacione dhe përkrahje nga jashtë. Dhe atëherë do të shihnim a do ekzistonin fshehjet për përkrahje, për favorizime.